Përgjatë dekadës së fundit, Shqipëria klasifikohet ndër vendet me zhvillime drastike demografike në rang global, duke kryesuar me norma të larta të emigrimit, rënje të lindjeve, plakje të popullsisë e të tjerë. Kombet e Bashkuara parashikojnë që në 30 vitet e ardhshme, numri i lindjeve në vendin tonë do të përgjysmohet në projeksionet e fundit, vjecurinë globale të fertilitetit gjatë 2024-2054. OKB e klasifikoi Shqipërinë me dy vende të tjera, Porto Rico dhe Jamaica, me rënien më të fortë të lindjeve në rang global deri në 2054. Sipas të dhënave të brendshme nga Instat, vitin e kaluar lindën rreth 22.000 bebe, por në vitin 2050 do të lindin rreth 10-11 foshnja në vit. Realiteti i viteve të fundit ka treguar se treguesit demografik të Shqipërisë patën ecuri më negative se edhe projeksionet më pesimiste për ecurinë e popullsisë. Askush nuk ishte mundur të parashikonte se lindjet në vendin tonë do binin me rreth 40% vetëm në dekadën e fundit. Në vitin 2014 në vendin tonë lindën 35.700 foshnja, ndërsa në 2024 vetëm pak më shumë se 22.000, ose 37% më pak se në 2014. Kombet e Bashkuara analizuan se lindjet në Shqipëri do të pësojnë rënje të fortë në vitet në vijim për dy arsye madhore: e para, normat e ulta të fertilitetit në gratë me moshën e lindjeve, dhe e dyta, emigracioni në nivele të larta i moshave të reja. Norma totale të lindshmërisë kanë rënë vazhdimisht gjatë gjysmës së shekullit të fundit, nga një mesatare totale prej 4.8 lindje për grua në 1970 në 2.2 në 2024. Gratë sot lindin mesatarisht një fëmijë më pak se në vitet 90, por shkalla globale ishte 3.3 fëmijë për grua. Rënja parashikohet të vazhdojë deri në fund të shekullit, duke arritur në 1.8 lindje për grua deri në vitin 2100. OKB vë në dukje se projeksioni i normave të lindshmërisë deri më tani në të ardhmen është subjekti i pasigurive të mëdha. Në 2024 shkalla totale e fertilitetit në rang global ishte 2.2 lindje për grua, shumë e ulët se vlera e parashikuar për të njëjtin vit, mbi një dekadë më parë në 2013 me 2.4 fëmijë për grua. Sipas të dhënave të brendshme nga Instat, indeksi sintetik i fertilitetit ra në 1.21 fëmijë për grua në 2022 nga 1.34 fëmijë që ishte ky tregues në 2020 dhe 1.36 që ishte në vitin 2019. Në vitin 2001, sipas Instat, ky tregues ishte 2.1, ndërsa në vitet 70 ishte mbi 5. Në qarqet e Florës dhe Korçës, shkalla e fertilitetit ishte më pak se një fëmijë për grua. Në moshë riprodhimi, normat më të larta të lindshmërisë janë qarqet e Kukësit, Dibrës dhe Lezhës. E krahasuar me dhënat e Eurostat 2021, Shqipëria shihet të ketë normat më të ulta të lindshmërisë në Europë, duke lënë pas vetëm Spanjën 1.19 dhe Maltën 1.13. Indeksi i fertilitetit është në normën e zëvendësimit prej 2.1 fëmijë për grua, shkruan Monitor, që do të thotë se një çift nuk arrin të zëvendësojë veten. Shtyrja e moshës për martesë, synimet për karrierë dhe në shumë raste pamundësitë ekonomike po bëjnë që gratë shqiptare të lindin gjithnjë e më pak fëmijë.